muaj blokad dhe sot përfundimisht u vërtetua ajo që kemi thënë që nga dita. Që Albin Kurti perëndon vendin bank sepse nuk i ka numra për qeveri. Sot nuk ka më asnjë dyshim. 56 vota për Albin Kurti dhe asnjë më shumë. Ky është fundi i një mashtrimi politik që vendi tonë ka muaj i ka kushtuar edhe me izolim, edhe me përçarje, edhe me humbje kohë. E kam thënë dhe po e përsëris prapë, Albin Kurti nuk do t'jetë më kryeministri i Kosovës. Nuk do t'jetë më. As për zgjedhjet në Shkutër, as për zgjedhjeve të ardhshme. Koka në qeverisë së tij ka marrë fund dhe u dëshmuar në kalimin e tij të gjatë, po pa substancë, siç e thash edhe në kulturën e vendit, më shumë ishte një rekujem për qeverisjen e tij të kaluar. Fatkeqësisht, Kurti dhe partia e tij, përkundër që dolën të parë në zgjedhjet e fundit, ata nuk kanë vend as për bashkëpunim, as për dialog, as për kompromis. Fajtor ekskluziv për krizën politike, ekonomike, diplomatike, besoj që s'ka asnjë dyshim, hezitim për ta thënë askush, është mbi Kurtin dhe vendosur. Andaj, sa më parë që shkojmë në hap në krijimin e institucioneve të reja për të dhënë vendit për vend funksional dhe qeveri legjitime, pa Albin Kurtin dhe pa vendosur, është mirë për vendin tonë. Kurti. Në takimin e cilët shkilën me presidentin, kemi dashur të faktë të duhet tema për zgjedhjet e tjera. Dhe ai nuk ka shumë si opozitë që kanë marrë pasi që ju jeni shumë Vlad të gjosa, apo kemi rëzdojnë më këshe dhe pari shumë faktë tjera që teni më të hapë. Pyetjenit që nga gota dhe shkurt, unë vërtet kam bërë përpjekje në vendin në qeveri nga partitë e opozitës, por nuk ka rezultuar të përpjekje me sukses. Andaj, sot, ju thënë përsëri, e kam deklaruar edhe kohëve të fundit, nëse na thonë presidenti Alesa, pyetja thotë se ta keni shumicë tre, unë do të përgjigjem me një herë që jo dhe nuk do të tentoj për ta vënë shumicë tre, sepse në gjë e tillë nuk është e mundur. Tash është evident. Albin Kurti, jo se ju, është ti, por sot do të vërtetu, s'ka shumicë, po edhe ne partitë tjera të filluar nga PDK se partia e tyre nuk kemi shumicë, që fatkeqësisht i bie që duhet shkohet në zgjedhjet e ardhshme.